Përshëndetje të gjithëve, sot kemi një episod shumë të veçantë, jo për vendin ku jemi, por për historinë që do t'rregojmë. Sot do të jemi tek Capital Point Forbes Global Properties, një hap i madh për real estate-in shqiptar, një partneritet global që i sjell vendit një dimension të ri. Le ta fillojmë këtë episod me Ilda Zaloshka. Përshëndetje Ilda. Përshëndetje Gerti, mirë se erdhe. Për ta nisë këtë intervistë, unë jam shumë i sigurt që rrjeti jot profesional është shumë i madh në industri, njihesh shumë. Megjithatë, ka disa që njerëz që në bazë nuk të njohin dhe të donin që të bëjnë një prezantim të shkurtër kush është Ilda dhe kështu le ta fillojmë këtë intervistë. Së pari faleminderit që keni ardhur edhe për mundësinë për të shprehur disa nga idetë, mendimet, opinionet dhe punën e bërë në gjithë këto vite. Unë jam Ilda Zaloshka dhe më pëlqen ta prezantoj gjithmonë veten kështu. Kam filluar të merrem me real estate që në fund të vitit 2008 me hapjen e rrjetit Century 21 në Shqipëri. Zyra Century 21 The Point, zyra ime, ka qenë zyra e parë me të cilën ky franchise amerikan është hapur në territorin e Shqipërisë dhe ka vendosur disa modele biznesi të ofruara nga Century 21 në tregun shqiptar, të cilat ndiqen edhe sot e kësaj dite nga të gjitha agjencitë imobiliare. Po flasim për vitin 2009, pra shumë vite përpara, duket si një 17. Po pak përpara nëse kthejmë. Unë kam studiuar shkollën e bukur të gjuhëve të huaja, shkollën e mesme në degën italisht, në vitet 86-90. Ishin vite të çuditshme, vite tranzicioni, pikërisht. Unë kujtoj që unë zgjodha italishten sepse mendova që ishte një degë gjithmonë me këndvështrimin e para viteve 90, një vajzë familje e shtyr nga familja për të zgjedhur një profesion që t'ishte i mirë për një grua familjare, siç ishte për shembull mësuesia në atë kohë. Dhe zgjodha italishten dhe jo anglishten ose frëngjishten sepse ishte një degë e re, ishte një gjuhë që nuk kishte shumë të diplomuar, siç e thash sapo ishte hapur, dhe mendova si një avantazh familja ime dhe unë në diskutimet e zgjedhjes jetësore. Mirëpo në vitin 90 filluan ndryshimet, filluan lëvizjet e para për demokraci dhe gjithçka ndryshoi nga ajo ditë e në vazhdim për të gjithë ne. Në vitin 91 unë isha pjesë e përzgjedhur, një nga 6 studentët e përzgjedhur nga ambasada italiane për të studiuar, për të marrë një bursë studimi 2 mujore në Universitetin për të huaj të Perugias, që është shumë i njohur për mësimin e gjuhës italiane nga studentë huaj që vinë nga gjithë bota. Ishim studentët e parë mbas 90-s, unë s'kisha akoma as pasaport, mbaj mend që e kam bërë për atë rast. Ishim të gjithë të utuar, kemi zbritur në Bari me traget, kemi hikur me tren deri në Perugia, nuk dinim ku hynim, nuk dinim ku dilnim, pak të trembur, pak të paqartë ku po shkonim dhe çfarë na priste, si do orientoheshim aty, askush nuk na priste realisht. Rrugtimi juaj tek bota e real estate-it, se ti e preke një çik që hapa zyrën e parë të Centrit. Po me çfarë guximi, me çfarë ideje, kush të shtyu? Unë mbarova shkollën, punova si pedagoge në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, punova për 4-5 vite gjithashtu në Institutin Italian të Kulturës, por gjithmonë kam
qenë e prirur për të bërë diçka vet. Nuk kam ndonjë background familjar që të jetë i prirur drejt biznesit. I mat ishte jurist dhe duke ditur gjithë problematikat e pronave, gjithë ishte noter në kohën që unë kam filluar këtë biznes, duke ditur shumë mirë gjithë problematikat e pronave nga pikpamja ligjore, mungesa e dokumentit pronësisë, ndërtimet, mënyra si bëheshin, si shiteshin, më ka dekurajuar shumë për të hyrë kësaj valleje, le ta quajmë kështu, sepse dhe po ta mendosh me mendje të freskët dhe me mendje shumë të ftohtë, ai ka pasur shumë të drejtë, sepse gjithë gjërat që ai më ka prezantuar në atë kohë kanë qenë të vërteta, kanë qenë ashtu si ka menduar ai dhe një pjesë e tyre e mirë vazhdojnë të jenë edhe sot ashtu. Por unë kisha vendosur të bëja diçka, doja të bëja diçka vet, isha në një, le të themi, në një udhkryq jete në jetën time dhe doja patjetër të krijoja diçka që të mbetej në vazhdim dhe të ishte edhe diçka që e doja, jo vetëm një punë, pra, jo vetëm një profesion, por diçka që e doja. Si ka qenë tregu i real estate apo imobiliare, siç quhej atëherë, ka qenë çdo kush mund të hynte, apo si funksiononte, hapje zyrën tënde pa licencë apo si vendosi që të shkoje direkt duke marrë një franchise, besoj, apo? Deri në atë kohë tregu funksiononte me agjenci të vogla imobiliare që ishin më shumë biznese familjare, pra le të themi burri gruaja, një asistente, ata punonin, shisnin, blinin. Ka qenë koha e letrës atëherë koha e letrës me shënime dhe me gazetën Chelsea që kishte vetëm për shkrimet, apo shitet apartament 2+1 te Pazari i Ri, ishte gjithashtu dhe tregu i të ashtu quajturve sekser tek ushtari i panjohur, tek ish-kinema Partizani. Duke qenë se unë doja të bëja diçka, më paraqit mundësia nëpërmjet në atë kohë ishte grupi Duda, i cili po shikonte mundësinë të blinte master franchising e Centri 21. Ne njiheshim dhe unë kam qenë, si të thuash, e përfshirë në këtë proces që në momentin e parë kur ata menduan ta hidhnin këtë si hap, kur shkruan në emailin e parë të prezantimit edhe në vazhdim. Dhe në atë moment mora vendimin bashkë me bashkëshortin tim në atë kohë që të hapim një agjenci imobiliare. Ai ishte arkitekt, unë do të bëja agjencinë imobiliare dhe në një farë mënyre do të plotësonim njëri tjetrin. Nuk kam pasur asnjë dieni se si funksiononte tregu imobiliar. Unë kisha bler vetëm një shtëpinë time, tonën, si një çift i ri, dhe atë më ndërhyrën e Timeti, i cili njihte ndërtuesin, siç funksiononte në atë kohë. Dhe nuk kam bërë nuk dija gjë, nuk dija si mund të krijoje kontakte. Studiove do në terenin, studiove faktorët. Jo. Në fakt Centri 21 instinkti duke pas idenë që duhet krijoj diçka time, dhe kjo të jepte pavarësinë. Kjo ishte gjithë, domethënë, dëshira fundore pak e fshehur e pa shprehur ndoshta me zë të lartë ishte kjo, që unë doja të bëja diçka që të më jepte pavarësinë për të krijuar diçka, për ta transmetuar atë, po edhe për të pasur lirinë si nga ana financiare, ashtu nga ana e kohës dhe shumë gjërave tjera që në fakt ky biznes ta jep. Në 2009 u hap Centri 21 The Point te ura e drejtorisë policisë në bulevardin Gjergjishte. 2 muaj më përpara, në fakt 4-5 muaj më përpara, unë kam rekrutuar sipas trajnimit të bërë nga Centri 21 7 agjentët e parë imobiliar që funksionojnë, që do të funksiononin siç funksionon tregu sot. Ata morën trajnimin e tyre si agent, morën certifikatat e tyre si agent imobiliar të trajnuar nga Centri 21, pranuan formulën e pagesës apo të shpërblimit me komisione, që ishte një gjë e rrallë, e parë. Ishte e para herë që bëhej me komisione, pra janë njohur rroga dhe komisionet vogla në vite dhe sot e kësaj dite vazhdon ashtu, kurse me agjencitë imobiliare në një farë mënyrë agentët konsiderohen partner brenda një strukture zyre dhe si të tillë paguhen për motivim më shumë dhe për nxitje më shumë me përqindje jashtëzakonisht shumë të larta. Në atë kohë ne futëm komisionet gjithmonë sipas shembullit të Centri 21, komisione 40% për agentin, 60% për zyrën. Po nga ana e drejtimit një biznesi, pra të kthehemi te kjo, morët një franchise, treg kishte hapësira thatë dhe morët në punë 7 ekspert. Në ca raste ti je vetëm agent apo ti je vetëm konsulent, ka mbështyrjen është një punë, ndërsa kur merr përsipër të marrësh tjerë në punë,
besoj se dalin sfida të tjera. Çfarë mban mend një sfidë dhe cila ka qenë vështirësia më e madhe, po themi, për ta kaluar në ato kohë? Ka pasur dhe ka shumë sfida në të gjitha drejtimet. Pra real estate është një industri që mbetet akoma e vështirë në Shqipëri edhe sot e kësaj dite, sepse tregu akoma nuk është formalizuar 100% dhe ashtu siç duhet. Me gjithë modernizimin e madh që po pson shoqëria shqiptare, përsëri ngelet një shoqëri që shërbimet nuk ka shumë qejf t'i marrë dhe nuk ka edhe shumë qejf t'i paguaj edhe kur i merr. Për shembull, një nga standardet ishte që për çdo pronë që listonim, duhet të firmosim një marrëveshje bashkëpunimi me pronarin, i cili na jepte të drejtën. Dhe kjo është gjëja më e thjeshtë që është më shumë në avantazhin e pronarit se sa në avantazhin e agentit apo të agjencisë. Firmosja një marrëveshje bashkëpunimi vë të dyja palët, jo vetëm i fut në një marrëdhënie biznesi, por dhe i mbron nga gabimet e njëra tjetrës. Industria tani ka evoluar shumë. Pra vërtet ende ka probleme, por kam përshtypjen të gjithë po e kuptojnë rolin, rregullat, rëndësinë. Si keni ndikuar ju që keni rezistuar në treg dhe keni triumfuar, po themi, dhe po shkon në nivele të tjera? Kam menduar gjithmonë dhe vazhdoj të mendoj edhe tani me këtë iniciativën e re që kemi marrë, që ndoshta edukimi i tregut është pjesa më e rëndësishme e punës që neve duhet të bëjmë. Nuk ka qenë e lehtë dhe as nuk është e lehtë dhe as nuk është zgjidhur fenomeni i edukimit të klientelës për të vepruar me agjencitë imobiliare sipas disa rregullave që janë në avantazhin e tyre. Është shumë e vështirë të marrësh kohën e një personi për një gjë të tillë, edhe pse ai kohë mund të ketë me shumicë, thjesht nuk e quan të rëndësishme, nuk e merr në konsiderat. Tregu ka deformime që vijnë nga mungesa e shitblerjeve të shpejta. Pra ka prona që rrinë në treg për një kohë të gjatë. Tregu ka qenë, sigurisht ka evoluar, ka funksionuar më mirë, ka pasur periudha që pronat janë shitur shumë shpejt, ka pasur periudha që kanë qëndruar dhe me vite në treg. Dhe duke qenë kjo frika e mos shitjes, pronarët preferojnë të shkojnë në të gjitha agjencitë imobiliare dhe ta listojnë atë kudo ku t'jenë, ku të munden, kush ta shesin përpara, përfshirë edhe ai vet. Dhe kjo ka krijuar një kakofoni të tmerrshme ku ti të njëjtën pronë gjen të listuar në 20 agjenci dhe fut pastaj këtu subjektivizmin e agjentëve, një pjesë të cilëve janë profesionistë dhe bëjnë punën e tyre siç duhet, duke firmosur letra, duke firmosur marrëveshje, duke firmosur formular të inspektimit të pronës, të cilën çfarë është ky? Është formulari që unë mbush kur shkoj në çdo pronë, me të dhënat e asaj prone përfshirë dhe çmimin në fund fare. Tregu solli shumë agent të rinj, solli shumë brende të reja, pra pas Sendrit kam përshtypjen hyn 2-3 aktorë të mëdhenj. Si e shikoni kur futen aktorët e mëdhenj? E shikoni si konkurrencë që po shtohet dhe do bëhet më vështirë, apo këta aktorë mbase ndikojnë qoftë çik me edukimin e tregut, qoftë çik me standardet, dhe mbase janë dhe shenjë që tregu ka ende potencial. Si e shikoni juve? Unë personalisht e mendoj që është një shenjë shumë e mirë, është një faktor shumë pozitiv që në treg të ketë konkurrencë dhe të ketë faktor të rëndësishëm të botës së real estate-it. E shikoj akoma më shumë pozitive në qoftë se të gjithë këta faktorë punojnë me të njëjtat rregulla dhe me një konkurrencë mbi bazën e një konkurrence të ndershme dhe transparente. Ekzistenca e shumë individëve pastaj, që është një fenomen i këtyre 2 viteve të fundit, ku gjithkush mendoi që mund të bënte real estate, sepse është një biznes shumë i thjeshtë, nuk të duhet as në një investim fillestar, që është problemi më i madh që kanë njerëzit kur duan të hapin një biznes. Duhet thjesht një zyrë me qera, ndoshta një faqe web, që dhe ajo nuk kushton shumë, po dhe pa faqe webi s'ka problem se sot kemi Instagramin dhe Facebookun. Ose vetëm me faqe webi dhe pa zyrë fare. Ose vetëm me faqe webi dhe pa zyrë fare, po, një pjesa më e madhe ashtu funksionojnë. Të gjitha këto kanë kriju mendimin në publik që ti mund të bësh agent imobiliar shumë thjesht. Kjo ka ulur cilësinë. Këta individ që vinë për ta provuar kanë ulur reputacionin e ne të tjerëve që kemi shumë vite që investohemi në këtë biznes dhe investohemi jo thjesht me kohë, po investohemi me trajnime, investohemi financiarisht, investohemi me database, me klientelë, me marketing të fuqishëm, investohemi nga pikpamja ligjore
edhe në komunikimet me shtetin, me qeverinë, kur vjen puna tek se si duhet të funksionojë industria e real estate-it. Jo më larg se në 2022 u bë ligji për licencimin e agentëve imobiliar, i cili ishte një hap shumë pozitiv dhe kishte ardhur koha të bëhej, por arsyeja pse u bë dhe mënyra se si u bë krijuan disa efekte të më vonshme, të cilat po i vuajmë sot më shumë se sa atëherë në 2009 dhe 2010. Pse është e keqe kjo? Normalisht ka hapësirë për punë. Kështu e justifikoi edhe Ministria e Drejtësisë kur vendosi që licencat t'i jepte në mënyrë masive, kur vendosi që nëpërmjet ligjit t'i jepte vetëm një nivel licence, ndërkohë që tregu ka 18 vjet që funksionon me broker, pra me themi o investitori ose personi kryesor në zyrë dhe agentët. Në pjesën më të madhe brokeri është ai që ka përgjegjësinë e investimit, ka përgjegjësinë ligjore, ka dhe përgjegjësinë e zyrës, është ai që trajnon agentët, është ai që jep aty njohuritë e veta, është ai që jep databazën, sidomos agentëve që vinë nga fillimi, nga zerua. Ndërsa agentët janë persona të cilët pikërisht vinë nga zero dhe duhet të fillojnë të mësojnë. 6 orët e mësimit që ka përcaktuar Ministria e Drejtësisë për agentët imobiliar si trajnim i detyrueshëm është shumë pak krahasuar me atë që realisht i duhet të mësosh. Mos harroni që kemi të bëjmë me transaksione me vlera shumë të mëdha, për disa njerëz ato janë transaksione që kryhen vetëm një herë në jetë dhe faktori emocional në vendimarrje dhe në të gjithë procesin është shumë i fortë. Po praktika të mira nga vendet të tjera të botës, ka që mund të implementohen? Modeli amerikan, unë mendoj që është modeli më i mirë për të marrë për shembull. Për një arsye dhe për të marrë për shembull në të gjitha drejtimet, qoftë nga mënyra e përgatitjes së agentëve, nga mënyra e organizimit të biznesit brenda zyrave, nga mënyra e trajtimit të pronës, nga mënyra edhe e transparencës në gjithë historikun e pronës, si dhe në mbylljen e transaksionit. Po për të ardhur pak më afër në Europë, mund të them për shembull që Belgjika shkollimin për të qenë agent imobiliar ka 2 vjet. Tani ti imagjino një agent që vinë dhe gjen një eksperiencë 17 vjeçare në këtë zyrë, një databazë 17 vjeçare, një reputacion dhe një eksperiencë e cila i jep përgjigje çdo pyetje që ata kanë, ose i tregon gabimet që unë në këtë rast kam bërë kur isha si ata, në mënyrë që ata t'i shmangin këto gabime, dhe prap ata ndihen të pasigur dhe duan kohën e tyre për t'u përgatitur. Tani imagjino dikush që vjen nga zero, që thjesht bën ato 6 orët e mësimit brenda një jave, sa i përgatitur mund të jetë ai person për të dalë në treg dhe për të trajtuar transaksione që kanë aspekte juridike, aspekte tatimore. Nuk bëhet fjalë këtu vetëm për të marrë një pronë dhe për t'ia treguar atij tjetrit sepse ti mendon që kjo pronë shkon për ata. Çfarë e bën një agent imobiliar apo real estate të mirë? Çfarë janë ato aftësi ose çfarë duhet të ketë një person që t'i plotësojë këto kushte që të jetë ideali për ta bërë këtë punë mirë? Do ta ndaj nga eksperjenca juaj. Po, do ta ndaj në 2 drejtime. Në drejtimin e të qenit brokeri një zyre i një kompanie real estate, personat që unë mendoj që që janë më të suksesshëm, që do t'ishin më të suksesshëm në tregun imobiliar, janë ata persona të cilët kanë brenda vetes ndjenjen e sipërmarrjes shumë të fortë, që kanë një dëshirë për të eksploruar, që kanë pasion marrëdhëniet me njerëzit, mbi të gjitha dhe më e rëndësishmja që duhet ta duan aq shumë real estate-in me kalimin edhe të kohës, se dashuri nuk bie me njëherë, sa edhe kur real estate-it ja u silli në majtë të hundës, me gjithë problematikat që paraqet çdo ditë, ata të mos mendojnë ta lënë, por të vazhdojnë ta duajnë dhe të vazhdojnë të këmbgulin dhe të vazhdojnë të japin përkushtimin e tyre për të zgjidhur çdo ditë nga një situatë dhe për të gjetur çdo ditë nga një pronë për një klient të ri. Fjalë shumë me vlerë, nisur dhe nga kush i thot, se praktikisht kur vin nga 20 vite gati eksperiencë. Vitet ndryshojnë, tregjet ndryshojnë, por besoj kjo konsistencë bazohet mbi vlera apo parime që drejtojnë çdo që i ka hyrë një sipërmarrje, ka hyrë një biznesi. Mund të ndash me ne ato vlera apo parime që ju kanë
udhëhequr ndër vite dhe nga të cilat nuk do ishin dorë kurrë? Kur kam bërë trajnimin e parë, këtu e 17 vite përpara, lexova por nuk e kuptova The Golden Rule, pra rregulli i artë. Na e thanë kështu si teori atëherë, po unë nuk e kuptova plotësisht, e kam kuptuar më mbrapa. Rregulli i artë që do të thotë mos i bëj tjetrit atë që s'do doje të bënin ty. E thotë dhe Bibla. E thotë dhe Bibla. Dhe kjo në real estate është shumë e rëndësishme, sepse real estate me mënyrën se si funksionon, me mënyrën si funksionon tregu aq më tepër këtu, lë hapësira për të bërë shumë gabime, le të themi. Po jo në thonjza, gabime për e vërtetin. Gabime bëjnë klientët kur vinë të marrin një shërbim në një agjenci imobiliare dhe pastaj vendosin që ta bëjnë atë transaksionin pas shpinës së agentit apo të agjencisë, vetëm për të kursyer komisionin. Gabim bëjnë agentët kur mendojnë që përqindja e komisionit që ata mund të marrin njohuritë, reputacioni, databaza, që ata mund të marrin brenda një agjencie imobiliare nuk vlen më pak se sa një komision një herë apo 2 herë që ata mund të marrin jashtë agjencisë dhe për këtë arsye operojnë, le të themi, pas shpinës së brokerit të tyre apo të agjencisë së tyre. Gabime bëjmë dhe ne si kolegë mes njëri tjetrit, kur duam të bashkëpunojmë dhe pastaj marrim informacionin dhe e përdorim për vete, dhe duhet të kesh vërtet një shtyllë kurrizore shumë të fortë dhe një bazë parimesh shumë të forta që të mos bëhesh pre e këtyre gabimeve. Sepse tundimi për të fituar disa para në një moment të caktuar është shumë i madh dhe është shumë i shpeshtë. Dhe ti mund të çedosh në çfarëdo lloj momenti përpara tundimit për ta bërë atë transaksionin, sepse të gjithë kemi nevojë. Pastaj ka shumë të tjera, siç është për shembull transparenca. Kur flet me klientin sidomos, nuk ka arsye për të fshehur asgjë, thjesht për të mbyllur një transaksion. Është korrektesa, është të qenit njerëzor për të vënë në lëkurën e atij tjetrit, sepse ai po harxhon qindra mijëra euro që mund t'i ketë lekët e një djerse dhe të një mundi dhe të një sakrifice të jashtëzakonshme. Dhe ai nuk do që ti t'i shesësh me çdo kusht. Ai do të blej, por nuk do që ti t'i shesësh. Pra kjo është një lloj fjalësh, por faktikisht është, le të themi, mënyra më e mirë për ta parë tjetrin në sy, për ta parë atë klient në sy, për të kuptuar çfarë do, për t'i dhënë atë që ai do, jo atë që do ti, dhe për ta parë atë klientin në sy edhe mbas 10 vitesh kur ai të rikthehet apo kur fëmijët e tij të rikthehen apo qoftë edhe kur ndeshesh në rrugë me të, sepse Tirana është kaq e vogël dhe në ata kohë të takohemi shumë shpesh me njëri tjetrin. Vend i vogël Tirana, vend i vogël Shqipëria, në fakt ka ca njerëz që nuk mjaftohen ose si thosh nuk limitohen kur themi vend i vogël kaq është tregu, por tentojnë të sjellin gjëra të reja. Dhe këtu dua të dal pak tek ai eventi para disa javëve që ndodhi, ku event fantastik që besoj unë i quaj si moment historik për tregun, ardhen e Forbes Global Properties, të cilin ju e sillni si brand në Shqipëri. Dhe kam përshtypjen tani po futeni me një gjë të re dhe ju, ose diçka të pa eksploruar, te ky segment përsëri, ky segmenti ultra luksoz. Kam përshtypjen mund të na tregosh kush ishte ai ngacmuesi që ju ose është tysa që ju futi në këtë orientim të ri për t'i parë çik gjërat më ndryshe, për të mos ta parë vendin tonë kaq të vogël? Unë pata fatin që gati 8 vite më parë, përsëri puna, sepse kjo punë është kaq e bukur sa të sjellë edhe ngjarje jete të rëndësishme dhe të bukura, më bëri të njihja Brendonin, partnerin tim, shokun tim të jetës tani më dhe në biznes. Brendoni erdhi me një vizion nga një njeri që ka udhëtuar shumë dhe ka parë shumë vende të botës dhe sigurisht Shqipëria i bëri përshtypje. E pa si në hapat e parë të një zhvillimi të cilin ai arrinte ta shikonte atëherë, unë jo. Dhe me atë energjinë dhe dinamicitetin që ka si person, më bëri të filloj të mendoj dhe unë ndryshe. Së bashku krijuam Capital Point, le të themi një rrjedhoj e The Point Real Estate, i cili do të ishte më shumë një biznes që do të merrej me
përsëri me real estate-in, por më shumë në nivel korporativ, pra këshillime në investime, investime për biznese, për kompani, mundësisht kompani të huaja, e të tjera si këto. Dhe kështu ka funksionuar nga pak. Në këtë periudhë disa vjeçare që nga ardhja e Brendonit, unë kam filluar të guxoj më shumë si person, kam filluar të shikoj gjëra që nuk i shikoja dot më përpara, sepse isha shumë e zënë për të mbyllur transaksionin e ditës, kur ke një përgjegjësi jo vetëm të vetes, por edhe të strukturës që ti ke krijuar gjatë ditës, në fund të muajit duhet të paguash ato shpenzimet dhe të qenit një grua vetëm në një biznes burrash, të dominuar nga burrat. Ku dillet bëhen nga burrat, në për tavolina jo zyrash si kjo, por në për tavolina darkash dhe klubesh, ku një grua si unë me një fëmijë nuk mundesh dot të ishte, nuk ishte e lehtë. Pra, ka qenë shumë e vështirë në vite. Megjithatë, me Brendonin fillova edhe unë të shikoja gjërat pak më ndryshe, fillova të besoja në atë vizionin e tij, në eksperiencën e tij të jetës, fillova të shikoja gjërat në një mënyrë ndoshta pak më optimiste, jo thjesht me atë ditë mbas dite, por çfarë do të sjell unë në për këtë industri, fillimisht për veten time, për familjen time, për djalin tim, për të cilin shpresoja shumë që të ndiqte rrugën time dhe të merrte diçka nga unë që ta zhvillonte më tej. Dhe pastaj pse jo edhe për vendin, për industrinë kryesisht të real estate-it dhe për industrinë e real estate-it pikërisht për këtë shkak ishte edhe një angazhim shumë i madh i imi edhe në krijimin e shoqatës tonë në Area, po edhe në vazhdimsinë e punës së saj dhe të aktiviteteve të saj, me qëllim standardizimin dhe profesionalizmin e tregut dhe të agjendëve imobiliare kryesisht. Unë doja të dilja pak nga ajo turma e zakonshme, e përditshme dhe të bëja diçka tjetër që nuk ishte krijuar deri atëherë. Dhe kemi folur me Brendonin se çfarë mund të bënin që të ishte ndryshe. Na rrifte vazhdimisht veshin zhvillimi shumë i madh i jugut me projektet e reja që sapo fillonin në atë kohë, pa edhe projektet në qendrën e Tiranës, ndërtime, do thosh atë një niveli ndërkombëtar. Dhe menduam që tregu i luksit ishte akoma i paprekur nga agjencitë imobiliare, përfshirë dhe franchise-et që zënë një fet madhe të tregut sot për sot. Kështu që u fokusuam tek ajo, bëm një studim të tregut ndërkombëtar, cilat mund të ishin rrugët, mundësitë, emrat që mund të përfshiheshin në Shqipëri. U njohëm me ekzistencën e Forbes Global Properties, një rrjet i ri, krijuar në kohën e Covidit për më tepër, dhe për këtë arsye akoma dhe ata në hapat e parë në ato vite, por në ekspansion nga 2023 në vazhdim, bëm kontaktin ton të parë dhe që andej pastaj është histori. Ju keni marrë gjithmonë iniciativë, keni vepruar si sipërmarrëse, keni tentuar të bëni dhe punë të përditshme, po ndërkohë tashmë jemi duke punuar që vetëm punë të përditshme t'i bëjmë mirë në këtë vendin tonë të vogël, por edhe të guxojmë më shumë, siç e shpreh e ti realisht, dhe të shohim që të cilin këtu gjëra për të zakonshme. Programi që ne jemi quhet Think Big. Dhe me këtë mënyrë të menduari, cili është vizioni jot mas 5 vitesh apo 10 vitesh i kësaj që ke ndërtuar deri më tani? Kjo është një pyetje shumë e bukur, të cilën unë ja bëj vetes shpesh. E kemi bërë këtë bisedë edhe me CEO-n e Forbes Global Properties, gjatë kohës që ai ishte këtu për eventin e lançimit në shtator. Unë mendoj që vizioni është krijimi i një kompanie e cila të jetë pikë reference për çdo investitor të huaj, që i hedh syt nga Shqipëria fal edhe punës tonë. Mendoj që dëshira ime më e madhe është që unë të kem filluar të tërhiqem pak nga të bërit e punëve të praktike, që djali im të jetë rritur aq sa të ketë marrë në dorë frerët e një biznesi tani më të konsoliduar, që Shqipëria të jetë në syrin e atyre investitorëve të vlefshëm, atyre që investojnë vërtet dhe që shikojnë potencialin e këtij vendi, planin e jetës së këtij vendi,
Dhe dua ta theksoj këtë gjë. Interesante. Sepse nuk mjafton thjesht të ndërtosh gjëra të bukura, po duhet të krijosh edhe një strukturë, një plan jete që ato gjërat e bukura të marrin jetë. Ante, ju jeni prej kohësh tashmë pjesë e Capital Point. Si mund na e përshkruani pak kulturën e punës këtu? Si është të punosh për Capital Point? Do të thoja që kultura e punës në Capital Point është një bashkim i profesionalizmit, energjisë pozitive dhe besimit të ndërsjellët. Është një hapësirë ku secili prej nesh është pjesë e një vizioni shumë të madh, shumë të jashtëzakonshëm, edhe secili përpiqet që të sjellë versionin më të mirë të vetes. Unë mendoj që çfarë bën ndryshe Capital Point nga vendet e tjera është që investon tek njerëzit. Këtu vlerësohet talenti, integriteti, ambicia, të krijohen mundësitë që të marrësh më shumë përgjegjësi, të sillesh ide të reja, dhe kjo në fund ditës të bën shumë krenar për atë që po bën. Sikurse edhe zyra është konceptuar dhe mobiluar si një ambient shtëpie, këtu edhe në aspektin emocional ndihesh si në shtëpi. Kur flasim për themeluesit, shpesh thonë që janë ata të cilët ndikojnë shumë në stilin e punës. Në rastin tuaj, Branda dhe Ilda, si ndikojnë ata tek ju, tek produktiviteti, energjia që ju japin? Duke filluar me Ildën, Ilda ka një forcë që e karakterizon, sikurse nuk e kam parë në shumë persona të tjerë. Është një grua shumë e fortë, është përballur me një biznes shumë të vështirë. Dhe pikërisht për këtë gjë të frymëzon që dhe ti të luftosh, të sfidosh veten, të rritesh profesionalisht, personalisht. Ilda është shembulli perfekt i lead by example. Mënyra se si ajo punon, përqendrohet, trajton situata të ndryshme, janë ato që do e mos do mësosh diçka. Ndërsa Brandon është një energji tjetër, është pak më dinamik, ka një mendësi më moderne, luan pak rolin e mentorit për mua, për gjithë neve. Është ai personi që ti shkon për këshillat, të mëson si të rritësh standardet e tua, si të marrësh më shumë përgjegjësi. Personalisht, mua, po jam e sigurt të tjerëve, na shtyn për të rritur më shumë, për të mësuar më shumë. Qoftë edhe duke na dhënë përgjegjësi, në momentin që ata kanë besim tek ne, para se ne të kemi besim tek vetja jonë. Klientët ultra luksos, siç edhe ju i targetoni, patjetër që kanë standarde të larta. Ju në Capital Point si e ruani këtë standard? Klientët ultra luksos normalisht kanë standarde të jashtëzakonshme dhe për ne nuk është vetëm një kërkesë, por është edhe identiteti i Capital Pointit. Pikërisht ky privilegj dhe kjo përgjegjësi që ne kemi për të qenë pjesë e Ford Global Properties, na shtyn që të kemi nivelet më të larta të shërbimit. Së pari ne e njohim realitetin e tregut shqiptar, por nuk lejojmë që të kemi kufizime lokale, që të ndikojnë në cilësinë tonë. Ne përpiqemi që të operojmë sipas standardeve ndërkombëtare me profesionalizëm, të koordinohemi siç duhet dhe të jemi precizë. Së dyti, gjithmonë mundohemi që të jemi një hap përpara. Klientët ultra luksoz kërkojnë zgjidhje proaktive. Pra çdo dokument, çdo vizuale, çdo prezantim që ata kanë nevojë, ne përpiqemi që ta kemi gati. Së treti është kultura jonë e brendshme. Ne punojmë me një ekip shumë të ngushtë, jemi shumë të mirë me njëri tjetrin dhe gjithmonë mundohemi që të jemi versioni më i mirë i vetes. Hey, hello again. Well, hello again. Nice to be here. We see each other again. It's our second time. I was trying to return a visit from our office to your office, and I want also to congratulate you for such beautiful offices in Tirana. And Thank you. they are brand new, right? Yes, yes. I think this is a combination of you and Ilda in one office. You bring America and Albania in one place. 100%. We named the project The Living Room. Oh, great. And the reason we did that is we wanted the atmosphere inside the office to be like home. Not just for us here, but also for the clients. And the great part about it is that we've accomplished this
each client that walks in, it's a wow response. So we know that we are putting people at ease and being able to do more consulting than selling. That's what we were going for. You've been working in a lot of other markets worldwide, and I wanted to know, now you have 8 years here, but what was initially bringing you to Albania for the first time? Right. Well, in the very beginning, I came to Albania via a work contract for Cyprus, believe it or not. And the contract was between Cyprus and Albania, two offices that wanted to work together. Of course, I was more than happy to come. I had not been to Albania before. I'd not been to Cyprus before. And I decided that would be exciting. Let's go give it a shot. Most of the business was in Cyprus. But I traveled to Albania and I decided to help put the office together in Albania. And I met Hilda through the real estate transactions of offices and places to live, things of that nature. And that kind of started the journey in Albania. There was not a plan to come here and stay, just a plan to come here and see. And it became the plan to stay. But let me know a little bit about your first impressions of the country. What did you see? Well, I'll tell you, I saw things that that most Albanians didn't see, to be honest with you. I had lived in Barcelona for 8 years in the EU changeover. So I lived in the late 90s of Barcelona and then into the early 2000s of Barcelona. I ran a big company there, financial consulting company. And I saw the change. And I had not seen that type of a change before in my life in an investment field of real estate. And I was a real estate investor at the time. So I invested in Barcelona. At the time, 150 square meter apartments on the main shopping district were 80,000. 85, 90,000 US dollars, because the euro wasn't there yet, right? So it seemed to me, even though the city was a bit dark, there were cables all over the place, facades were all painted the same color, it didn't have the life it has now. It seemed like a place to invest for what was coming. Now, I didn't know that, I didn't have the experience of that. But I knew something was coming. I knew the EU was coming, of course, in financial. I knew some change was coming. So I made a decision to invest. My properties that were bought at 80 and 90,000 now are worth 1.2, 1.3 million euros today. So, it's been 20 years, don't get me wrong, but the compounding fracture of the investment is just massive. That correlates to what I felt in Albania. The first time I came from the airport here, I came up in through the city, and Albania had a vibe. Just something told me this place was about to change. I made a few calls around the world to my contacts because I have a global syndicate that I've owned for over 30 years now. And people were already speaking about Albania. 8 years ago. Yeah. My military contacts, my government contacts, my business contacts in Germany were already speaking of Albania, about what's coming, about the leadership, about the vision, about the change. I said, well, I think I'll stay here for a little while and invest. I never left. And really that's the story here. I never left. I decided to retire here than in the United States. It's interesting to understand that what you noticed, it was an experience that you have already seen somewhere else. Because usually for the locals, I guess, for us or for someone living here who hasn't experienced the same thing happening in another country, doesn't observe the real changes or doesn't understand that where we are going and how it's going to happen. And in other interviews that you have given on media or together while we're talking, you said that we are not talking for traditional real estate with this type of investment.
You are talking for something far beyond that. How can you explain this transition from property brokerage to global wealth advisory? Right. Nobody wants to be sold, but everybody wants to buy. And so this is something that I've learned in my life. If you're in a sales approach, it's a competition of conversation. And it's because you know that the other person is attempting to get you to make a decision based on the facts that he has, or the view or perspective that he has, in order for you to do something on his side, of which he makes money from, right? The advisory role is completely different. When you advise somebody on their wealth, you're not selling them anything. You're listening to their concerns, you're listening to their goal line, you're listening to their financial legacy patterns. You want to know what they're looking for. In Albania, the positive part about Albania is that it is a very small market. So when a change happens, specifically in investment ROI, it's big. It's not little. The example, if you go to America and you buy in an American city, our property moves up 5-6% a year, right? Mm-hmm. That's very good. Large market, 335 million people, very stable. And then you go to a growth market like Albania. Well, 8 years ago, Palas was 1,750 a square meter in pre-construction. Yeah. Sitting at 5, 6, 7,000, depending on what you buy right now. We have properties inside Palas that we have exclusive contract as well on our private office, which are under NDA. They're off the books. They're only for our private clients. The square meter price of these projects are far, far above that. So the benchmark is set. But what you're looking for is what does the incoming client need? We can both admit that most incoming clients are international clients. They're not Albanians, right? Which is not a bad or a good thing. It just happens to be the client of today. And the client of today is looking at a new market that has been in the news very consistently for over 2 years now of growth. The leader of the country, which until I came to Albania, I've never heard of before in my life, is now in the media 24/7, internationally, bringing in conferences to the country that have never been here. We are getting ready as a country. You, in the role of the consultant, are being part of the most luxury network that Forbes Global Properties is bringing. Can you mention, let's say in some more specific terms, what does this partnership offers to bring both to your company and to Albania's visibility as well? Right. Well, Forbes itself is, I'm pretty sure most people would understand, hands down, one of the leading brands in the world, especially for affluent clients. Forbes.com sees about 145 million hits in a week, so it's very powerful. Very similar to any other company structure, Forbes has divisions. Forbes has Forbes Travel, and Forbes Workspace, and Forbes Mentoring, and now Forbes Global Properties, which is their real estate division. Forbes Global Properties has its own divisional website, of which our website is then connected to it as well for the country of Albania. We're fully Forbes membership, which is exclusive for the country of Albania. But the benefit is whether the client logs into CapitalPoint.al, which is the Albanian company,
or whether the client logs into ForbesGlobalProperties.com and punches in Albania, or whether the client goes to Forbes.com, goes to real estate, and pushes in Albania, Capital Point comes up. So our representation is clear to the top. Why is Albania becoming attractive in these ultra-high net worth clients? Well, there's actually a couple of levels at that. What I like to discuss about Albania is that in its small number, 2.7 million in population, Albania is an easy change. It's an easy structure to come into. It's an easy structure also to own a market. Let's go outside of the people for a minute and let's go to the corporations for a minute. When a corporation makes a move, it makes a move on a calculated risk as well as an investor, but it also wants to know where can it own the market? Where can it become the leader in the market? So because Albania is becoming on the map globally for all levels, corporate levels are also saying, well, it has clearly turned its corner. It's not nearly as risky as it was 5 years ago. We know where it's going to be in 5 years based on its projections of how well it's done in the past 5 years. It's time to get in now, and we can now take a piece of the market. We are representing several large investment firms, five-star hotels that are touring Albania over the next 2 weeks that we're hosting. And we are, again, a consulting firm. We're not here just to sell real estate. We're here to bring these corporate structures in, show them exactly what Albania has to offer, sit down with our attorneys, show them exactly how the law works for them to file into the country, sit down with our tax auditors, learn their tax benefits into the country, and then show them how they can structure a proper investment to take hold of a market. The names we're working with are the largest in the industry. And like anything else, you have to bring those people in so that the Albania can become something else later. We can't just look at the vision in the future and say, well, Albania is going here. People want to know, how is Albania going there? Well, in the last 5 years, it did this and this and this. And in the next 5 years, it's going to accomplish this and this and this. And this is a process. It's a process of change. The uncertainty in Albania that is in most journalism here is because of change. I challenge you to find any human or speak to any human that embraces change and loves it. Nobody does. It's hard, it's questionable, it's scary, right? But Albania is clearly in change, and in change is a positive effect for Albania. It'll reach its milestones. It might not be next year, but it will definitely be in the next 7 to 10 where we look back and say, wow, we were at the pinnacle of change and we should have invested then. I think this is what Albanians are going to say the most. This is interesting because we are in change, and sometimes this is not a disadvantage, but it's a good thing to have because as far as we see now, many countries are not changing that much, and this is not in their favor as well. Correct. And for in the investment side, I'm just trying to understand is that the first mover advantage is from the one who are fearless and who can calculate based on the data that you provide where it's going in the next 7 to 10 years, because investments are done this way. Correct. We are not talking about something you buy now, sell in 2 to 3 years. Correct. I'm just judging as a person who is thinking in order to invest. I mean, listen, in Dubai and the vision of Dubai, right? Would you say that the leadership in Dubai had a very solid vision, and more importantly, still a very solid vision of where their country is going to go? They've been building for 30 years, but the vision is the same. They don't come off that. Now, to say that these people of great vision that do not fall back on their vision because they are funded well, they have plenty of money, right?
These people have invested in Albania. They're now interested in the market. They're getting ready for a change. But what do they need? They need solid advice. They don't need to be sold real estate. They need solid advice of how to partner with a developer, make sure their corporations are correct, make sure their tax liabilities are correct, and that they can give their shareholders a fantastic return. Albania is that spot today. Ilda and I, through Forbes Global Properties, we are negotiating those contracts as we speak. That's the change that people will see in the country, and it will drive hospitality and jobs. What I would say to Albanians is it's time to believe. Your biggest mistake is not believing. Why are international influencers coming in and making all the money? It's because the Albanians don't believe. Still today, it's crazy. You guess it's a question of culture or a question of history, that they are doubtful of, or a question of education maybe. In the business sector, we have not much experience, let's say, less experience, of course, in the investment of this size. So who do you attribute these problems, let's call it? Well, listen, I would definitely not say it has anything to do with culture. The culture here is great. I wouldn't say it has anything to do with education. The people are well educated. The workforce is definitely, the young workforce is strong enough to take on anything that the future can grant them. I think the issue is history. And I think that if I had to look at the box from outside, I would say that history has been brutal to Albanians in the last 50 to 100 years for sure. Your advices are of real value, especially in investment and real estate. I am a little bit following up technology as a very important channel in our media at Business Magazine. And I've noticed not many, but some startups which are talking about including technology, let's say blockchain, Web3 or tokenization. These are more or less the terms which I don't fully understand, but you think that these new technologies that are happening worldwide, are they affecting the industry as well of real estate, and are they effective in Albania in the next 5 to 10 years, or we should expect this impact to happen later? Well, it's great that you mentioned that. Not only do I head Forbes Global Property for real estate and advisory firm, but I'm one of the top people as well globally for blockchain and Web3. I'm building one of the largest companies on the backside right now, of which I have not told anybody yet, but you're the first to know. Oh, good. And it's with Albanians and international clients. You have a young Albanian team with T-Blocks right now that are discovering the tokenization process and how to merge with the legalities and the regulations of the country. Tokenization is not a matter of if. I want to correct that. Tokenization is a matter of when. So I want people to understand, I want people to stop thinking about cryptocurrency, and I want them to understand what the true digital ledger is doing. The digital ledger is the new hard paper ledger. So as humans in our age, we had to write everything down. The new ledger is digital on the computer, on the cloud. That's the only difference. One's digital, one's analog. But in simple words, how can you explain tokenization to someone? Tokenization is very similar to owning stock of a company. If you buy Ford, you buy Ford stock. If you buy tokenization of a property, you buy a token, right? So but let's talk about a funding process. If in Albania, which is not ready yet, but it will be, in Albania, if the developer needs to raise money, let's say that he's done the process with the landowners, and they need the $20 million to build the property, right? They tokenize the property at 20 million coins. So it's €1 per coin. Yeah. Okay? And you buy as many as you want. And you think, wow, I can fractionalize a piece of this property without buying an apartment.
Why is that important? Well, because people that say, I can't afford an apartment at 3,500 euros a square meter, they can now buy the token from the building process. Why does that help them? Well, if they bought it for $1, when the developer resells all the property himself, which he does, and he sells it at 35, 45, 55, 6,500 euros a square meter right now in Albania, this cone is not worth $1 anymore. It's now worth $5, $6 in the sale of the retail, right? So this is what you're getting. You need to have liquidity for that. You need to be able to pair that into the blockchain, and that's not built perfectly yet, and certainly not for Albania, but it's coming. In 5 years, we'll see incredible changes in real estate tokenization globally. 20 years from now, which is, far, I'll be gone by then, but 20 years from now, the human race will be working on digital ledger and tokenization even in their paychecks. So these countries will not have to print coins and dollars, and it'll all be automatic on your phone like Apple Pay or this nature. This is part of the tokenization and the fintech process, is to get people to stop with the analog or the paper money and go to the digital or the fintech money, which is where people mistake cryptocurrency and its value. Just to give you a great example, a nickel, a United States nickel, costs 13 cents to make. To be produced, yeah. A penny costs 6. Who's winning there? No one. They are going out of the market, out of circulation. So what this means is that we just have to find a new proficient way of handling our net worth, our currency, and of course, how our blockchain works to give all of us an opportunity to have a fair market. Regarding the rate of the prices in apartments or in luxury buildings that are being built all over Albania, can you give an advice or something like a specific thing, like it's going to be growing, it's going to be stopping? Can we have a forecast? Maybe not a promise, but just asking, it's expected to grow, and why? Have you seen them somewhere else? Or I can give you a forecast of growth. I can tell you that who I was consulting 2 years ago and who I'm consulting today for Albania are two totally different groups. 4 or 5 years ago, I was consulting millionaire private investors, right? Today, I'm consulting billion-dollar corporations that want to come to the country. Okay, so billion-dollar, and some will be trillion in the upcoming 10 years, and their growth produces your growth. So I want you to understand that if I look at Albania this way and I say, well, where was Albania 5 years ago? Where is it today? Clearly, it's a graph. That momentum can only go forward unless something huge cancels it. And it would have to be major. You would have to start a war. You would have to have a major malfunction to stop your momentum. Not because Albania is doing it by itself, but because the globe is starting to find Albania attractive, and all of this business is coming. This business continues the path up. With that, I would forecast that Albania has the next 10 years are going to be fabulous for this country. In America, if you look at the home ownership of America, the home ownership is about 60% of the population. That means 40% of Americans do not own their home. They rent. They live on rent, yeah. Right. Out of the 60% that own a home, 47% of those people are mortgaged with a 30-year mortgage. The bank owns that home, not them. Still not owners. Not owners. So when you look at America, what is the true percentage of ownership? Well, the true percentage of ownership is from the 60 to the 47. It's 13%. So there are 13% of people in America that free and clear own their home. The rest are mortgaged or renting. Now let's go to Albania.
Albania, in the newest numbers that we've calculated, Albania has a 92% home ownership rate. 92%. By the way, you're the highest in the globe. The highest in the globe. You should be proud of yourselves. We didn't know that. Okay, but I'll make the fact even better for you. The people that are mortgaged in Albania, the statistics come out somewhere between 5 and 6.2%. But what I would like to say, to keep ourselves clean, is less than 10% of Albanians have a mortgage. Less than 10%. So that means out of the 92% of Albanians that own home or land, 80% of them, 85% of them own it free and clear. That makes 5 times or 6 times more than the US. Exactly. Now, add a country, the US, where we grow at a stable rate of 3 to 5% a year, and then come into a country where your growth rate is much higher than that. I wouldn't give you the number because it sounds ridiculous, but it's much higher than that. What does this mean? Well, for the Albanians that own everything, including the land we have to build on, this is fantastic legacy wealth that's being transferred from international investors into Albanian people, the people that own the home and own the land. So if I were an Albanian, I would be super excited about the growth of the country. I would not be afraid of it. I really would embrace it. And it's what I tell people that I consult here. Embrace this change. I know it's scary, but you're no different than anyone else in the world going through change. I would much rather be an Albanian in this market than a Ukrainian in their market. I also asked to Hilda regarding the vision of what you're doing in the next 5 to 10 years. Where are you going with this thing, and what do you expect to come out of it in the next 10 years? Personally, as a corporation, we want Forbes Global Property to be the leading example for emerging companies in Forbes Global Properties. So we're not here just to, pat ourselves on the back. We're here to work for Forbes and Forbes Global Properties to be the best example of growth in the globe. We are setting standards of how we handle people, of our legal contracts, our taxation contracts, our exclusive contracts that nobody has, our privacy that nobody has, our exclusiveness that nobody can say they have. We have it for real on contract for clients. And the biggest thing with what we see right now, we have a triangle that's just now coming together. Në fillim të këtij episodi, u futëm në një zyrë që duket si një shtëpi, dhe tani në fund të ditës kuptuam se kjo nuk ishte rastësi. Sot u njohëm me historinë e një gruaje që ndërtoi industri, me historinë e një vizionari global i cili shikon me optimizëm vetëm potencial dhe vetëm rritje, dhe historinë e një ekipi që punon çdo ditë për ta mbajtur gjallë këtë vizion. Kjo është edhe ajo gjëja që ne në fakt duam të përcjellim në çdo episod. Nuk duam të flasim thjesht për biznese, por për njerëzit, sepse njerëzit janë ata që bëjnë historinë. Faleminderit shumë që na ndoqët. Deri në episodin e radhës, Think Big!